Jemi sërish bashk, situata politike në vend do t'jetë në fokus të bisedës që kam kënaqësinë të zhvilloj me zotin Rezart Kthupi, avokat. Përshëndetje, kënaqësi të kemë në Breaking. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Në një lidhje direkte do t'jem me analistin zotin Genc Burimi, direkt nga Parisi. Përshëndetje, zoti Burimi. Po ashtu. Bashkë me ne do t'jetë edhe kolegu Arber Hitaj. Përshëndetje Arber, mirë se vjen. Përshëndetje, përshëndes dhe të ftuarit. Do ta nis me zotin Kthupi. Protesta e radhës kombëtare e opozitës. Zgjati 3 orë, pati hedhje Molotovi, ndryshe nga herët e tjera, kur Molotovi shpesh është hedhur në koshat e mbeturinave, dje u goditën fasadat e godinave kryesore në kryeqytet, duke nisur nga Kryeministria, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës, një ministri që deri para pak ditësh drejtohej nga Balluku, Bashkia e Tiranës e të tjera pika kyçe. Si e pat ju këtë protestë të radhës? Dikur nga vitet 70, ndodhte shumë shpesh avionet amerikanë të shkelnin hapësirën ajrore kineze. Dhe kinezët për çdo shkelje të hapësirës ajrore lëshonin nga një kështu notë proteste. Dhe pa të arrit atë kërcënimi 850, kërcënimi 960, kështu historia e protestave të opozitës. Një protestë që nuk prodhon produkt, është vetëm një formalitet. Protestë të opozitës nuk kanë asnjë lloj produkti politik, përveç se le të themi angazhimit të simpatizantëve apo militantëve të Partisë Demokratike, po në raport me qytetarët, në raport me qeverinë. Fakti që ka angazhim nuk është një tregues? Tregues për çfarë? Tregues që kërkohet diçka, pra të paktën mbështetësit e Partisë Demokratike e kanë marrë seriozisht, sepse në momentin që s'ka shpresë, dalin një herë, 2 herë në protesta kombëtare. Po jo, është disa ta herë. Pra është minimumi që një parti politike bën me antarët e saj, me simpatizantët e saj. Partia Demokratike në letër ka diku 30 apo 40.000 antarë. Okej? Një parti politike që arrin të nxjerrë antarët e saj, nuk është që prodhon të ndryshim politik në vend apo prodhon ndonjë gjë të jashtëzakonshme. Thjesht angazhon militantët e saj për të bërë një presion politik mbi qeverinë. Problemi është që produkti, çfarë prodhon protesta në vetvete? Do të kush është objektivi i protestës? Protesta ka një objektiv që teorikisht është rrëzimi i qeverisë, krijimi i qeverisë teknike. Ndaj është quajtur dhe kilometri i fundit. Po dakord, po kilometri i fundit mund zgjas shumë, se varet si ecën, sa shpejt ecën, sa metra bën ditë etj. Ka shumë parametra. Kjo fraza është frazë boshe, kilometri i fundit. Çfarë do thotë kilometri i fundit? Kilometri i fundit ti mund të ecësh me 5 km/h, po mund të ecësh edhe me 5 m/h dhe duhen 10 vjet për ta bërë 1 kilometër. Kështu që përtej kësaj çështja është shumë e thjeshtë. Ka një rast tjetër në historinë e Republikës Shqipërisë apo në historinë e gjithë vendeve të Ballkanit apo gjithë vendeve të Evropës kur një qeveri është rrëzuar me protesta politike? Zero. Kërkohet qeveri teknike. Si zero. Zero. Rumani, Bullgari, regjia, më kërkoj regjia pak a shumë bëni. Rumani, Bullgari, politike, o zoti Burimi, një protestë politike, jo protestë qytetare, jo qytetare. Tani po kjo është diferenca e madhe. S'ka asnjë rast, tani e drove. Si drova fare, unë thash protestë politike, që do të thotë një protestë organizuar. Po unë nuk kam drejtuar ndonjëherë të adresoj. Je në minoritet, ke 3 gazetar, kujdes me fact checking. Jo fact checking, ky është fact checking. Merr një protestë organizuar nga një parti politike e opozitës që ka rrëzuar një qeveri politike. Zero. Asnjë. Zero mo. Gjeti një, kur duash. Nuk ka asnjë protestë organizuar nga një parti politike. Protestë politike, o zoti Burimi, jo protestë qytetare, ju bëni një diferencë, ju bëni gabim. Gjë Genc Burimi, gjë. Në Shqipëri bëhet. Jo po të fare o ty, gjoti mua, ç'kem gjë. Ti je avokat, ti je politikan. Në Shqipëri ndodh kjo. Ç'a ndodh? Në Shqipëri, në studio, ty të thonë je avokat, ti nuk je avokat, ti je politikan. Në Pernis ndodh shumë. Problemi fjalë nuk është imi, zot Drejtash. Ka turma që lëvizin, ke edhe politikan brenda, ke edhe qytetar, kështu që mos e fut kot. Okej, kush organizon këtë protestën? Organizojnë qytetarët dhe u bashkuan politikanët, apo del kryetari një parti politike thotë kemi protestë në datën 22. Kjo është protestë thelbësisht politike, e organizuar nga një parti politike, e cila pretendon të heqë nga qeverisja një parti tjetër politike. Partitë politike zoti Burimi përballen zgjedhje, nuk përballen në rrugë. Qytetarët dalin në rrugë. Qoftë do ishte një protestë thelbësisht qytetare, në cilë qytetarët i kërkojnë qeverisë dorëheqjen, do isha shumë dakord me ty. Po kjo nuk është protestë qytetare. Kjo është ka dalë kryetari i Partisë Demokratike, ka thënë kemi para një jave dhe ka thënë kemi protestë në datën 22. Kjo është protestë politike, zotëri dashur, dhe protesta politike nuk prodhojnë pasoja.
sepse nuk ka asnjë arsye një kundërshtar politik të ikë nga pushteti se kërkon kundërshtari politik. Ka thënë Rama këtë, që s'ka asnjë arsye pse të... Po s'ka logjik, mos s'është çështje e Ramës kjo. Merr shiko historikun e gjithë vendeve të Europës dhe thuj në një vend caktuar të Europës, në cilin ka dalë partia e opozitës, ka bërë protestë dhe partia e pushtetit ka dhënë dorë. Arbrim, vetëm një sekondë do shkete zoti Burimi. Arbër. Shiko, ne jemi realistë dhe ne dim që një protestë ose 10 protesta nuk erozojnë qeverinë, por kjo nuk do thotë që protestat janë një gjë e gabuar. Unë e shikoj dhe kam thënë dhe njërë tjetër të studio jote, e shikoj Partinë Demokratike në një aksion të mirë politik, që do thotë Partia Demokratike është në komisionet parlamentare, është në komisionin e reformës zgjedhore, është komisionin e reformës territoriale, është dhe në terren. Pra Partia Demokratike po i bën të dyja, po bën opozit institucionale, po bën edhe opozit në mënyrën e saj të bërit opozit, sepse ADN-ja politike edhe një nga doktrinat e politike që ka zoti Berisha lidhet me opozitën e fortë. Zoti Berisha nëse mbahet për diçka, është që opozitën e tij e bën të fortë me protesta, me përplasje, me nerv, dhe nëse unë shikoj një aksion të mirë politik këtë që po ndërmerr opozita. Që të jemi të sinqertë, unë nuk pres që Rama sot të largohet. Dhe besoj dhe vetë organizatorët u mendojnë që ky është qëllimi. Por një vit pas një situate katastrofale me zgjedhjet parlamentare, me rezultat shumë të ullët, me strukturat të dobësuara, me njerëz të demotivuar, një motivim është dhe ky. Pra për strukturat, për t'i organizuar, për të sjellë njerëz në Tiranë. Është një stimul shumë i fortë që t'i jep strukturave në bazë. Se pas kësaj do të vi dhe zgjedhjet, pas kësaj vi dhe elementë të tjerë. Pra, më shumë se kaq nuk ka çfarë të bëjë opozita. Pra, është një aksion dhe në institucione, që ata po ndërmarrin, po japin propozimet e tyre, po ndërkohë ka dhe një aksion të fortë në terren. Tani, zoti Rama, një vit pas zgjedhjeve, unë nuk besoj që Shqipëria është drejt zgjedhjeve të parakohshme, të paktën në këtë situatë. Por Shqipëria po shkon te zgjedhjeve lokale, pas gati më pak se një viti do jemi në zgjedhje lokale. Partia Demokratike nuk mund të lejojë vetes të futet e dobët me struktura të paorganizuara, të pamotivuara dhe me njerëz të cilët nuk punojnë. Dhe në fund të ditës jemi 2 muaj nga zgjedhjet e qeverisjes së Partisë Demokratike, qeverisja e brendshme, ka gjithmonë. Zoti Berisha në një farë mënyrë, duke mbajtur tonus strukturat e tij, shikon edhe cilët nga deputetët, cilët nga anëtarët e Këshillit Kombëtar punojnë, cilët sjellin njerëz. Dhe unë shikoj një motivim edhe nga strukturat, ndoshta ata kanë frikë se do duhet të zgjidhen në strukturat në forumet e partisë, do të zgjidhen në Këshillin Kombëtar, do të zgjidhen në kryesi, në sekretariate, dhe kjo i bën që të motivohen më shumë. Nuk shikoj asnjë gjë të keqe në këtë fazë. Ajo që diskutimi nuk është e protestat në vetvete për mua. Diskutimi është çfarë do të bëjë zoti Berisha dhe Partia Demokratike në maj. Pra do kemi një hapje të partisë, do kemi figura të reja, njerëz cilësor, apo nuk do kemi njerëz të tillë. Do kemi njerëz vetëm që janë të aksioni në terren. Këtu për mua do ndahet diskutimi dhe kjo do jetë pjesa më interesante e aksionit politik të opozitës. Por një vit pas zgjedhjeve, me rezultat si e thash shumë të dobët, dhe një vit para zgjedhjeve të tjera, më shumë se kaq nuk ka çfarë të bëjë opozita dhe britës së vërtetës, unë nuk e kam pritur një aksion me kaq nerv. Shikoj një nerv të opozita, një nerv politik që për mua është një gjë pozitive. Një nerv që nuk e sheh zoti Kthupi, po do doja të dëgjoja pak zotin Burimi, më pas do të vi sërish te ju. Duke u nisur nga protesta e mbrëmshme. Po që ku bëja debatin me Kthupin që mbrojtë të asaj kohe Bashën. Besoj që vetëm protesta nuk kam mbrojtur ndonjëherë Bashën, o zoti Burimi. Nuk kam mbrojtur njerëzit tonë, unë mbroj gjithmonë institucionet. Merrem me njerëzit. Sa marr ndonjëherë një ndihmë me njerëzit. Po ti s'ke qenë ti në partinë e Bashës, ë? Me mua do un debat kam alicinuar, po s'ka problem. Ja, këtu është problemi që keni zoti Burimi. Unë nuk kam qenë në partinë e Bashës, unë kam qenë në PD. Basha ishte kryetar. Unë nuk e kam konstruar kur partinë pron personale të një individi. Nuk kam qenë ndonjëherë me Bashën, kam qenë PD përpara Bashës. Dhe si thoi atëherë ti, thoi atëherë që bën reformën zgjedhore me Bashën, kujtohet, dhe sot je prapë komisionin reformës zgjedhore, ti normalisht e bën atëherë, pse e bën prapë sot? S'ka problem. Thjesht që duhet të ish shqiptar që ti e politikan të studio. Bëjnë ndonjëherë fakt check informacioneve që flet. Ishu nga politika zoti. Që mos e tërheqë nga politika, unë s'kam qenë në komision reformës zgjedhore unë.
Bëj fact check informacioneve, zoti Burimi, mos es me perceptime. Të pash në një studio që në reformë zgjedhore, ku diun me OSB prandaj. Po, edhe kjo zotot nuk mund të shkojnë, do të jap mendime për reformë zgjedhore. Sigurisht të shkojnë, mos e problemi atëherë. Secili zanat e vet, politikanët e vet, edhe të urojnë bësh politikë sepse duhet Shqipërisë politikane, ne kemi zanatin ton. Po, shikoj zanatin jo dhe një herë ne kemi fact checking dhe po them që prandaj thash bëj fact check. Kur thua ke mbrojtur Bashën, nuk e ke fact check i drejtë. E ke pa gabim. Do të minutat apo jo, se po mi ha ky tani. Ja, po, keni gjithë Po bëjmë debat tani, po mi ha ky. Ju e dini që unë ju kam pikë të dobët dhe do ju toleroj, do ju jap... Shkese ju jap nga minutat e mia. Po, faleminderit. Faleminderit shumë. Shiko, atë unë jemi me nocionet. Nocioni i parë një herë është që kur thua që do të bie qeveria, nuk do të thotë që vjen PD-ja. Të bie qeveria çfarë është? Është që të bëhen zgjedhje parakoshme si në Serbi. Presioni rrugës, të rinë ka dhe parti politike si në Shqipëri, po bëjnë presion edhe si bie më të shkëndijë zgjedhje parakoshme. Kjo është ajo, nuk është para sekretar, gjë jo anormale, po dhe gjë që ndodh kudo. Është presioni që të bëhen zgjedhje parakoshme. Jo të bie qeveria. Qeveria është sigurisht që po ra, nuk krijohet vakum, sot i PD-ja e para. E dyta, të që them unë, është dhe esenci i përbashkët e gjithë kryetarëve në planet. Po të marrësh ti agjansa që botuan brëm nga Reuters, kjo është dhe agjansa. Agjansa nuk të hera paqës me përballuku, se që në Shqipëri pati brëm manifestime protestash, ku kërkohet drejtja e qeverisë zgjedhje parakoshme. Pra e që bëre ti, thupi që i reshkut, të këta duan që ta rrëzojnë dhe s'ndodh kur, jo me kjo është ndodh shpesh, janë kodet në perëndim, këto rejnë ndodhin. Tani, do e arin, apo do e arin, është tjetër gjë. Por, kjo ishte rruga e vetme dhe jam dakord dhe me paraforcin me Argorin, që kjo PD, si puna e saj kafshësh që është në xhungull, se cila kafsh ka njëra ka helmin, njëra ka thonet, njëra ka ato, mjet e ka. Kjo PD këtë mjet ka sot, s'ka të mjet. Dhe këtë mjet përshidon mirë sepse me këtë mjet ajo çfarë bëri? Rriti presionin, ndërkohë kontarë ke Rama, kancelerit po flinin gjumë, gjithë kancelerit. Momentin që filluan këto protestat të shtoheshin, ti i regiverët në Francë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, filluan agjansat të bëjnë shkrime, filluan të thotë dalin namë Shqipërisë në Evropë, si ky vend që do të shkojë në Evropë pas atë probleme ballukun, filluan atëherë presionet e kancelerit. Ky është produkti i këtyre protestave. Presioni i kancelerive ke Rama. Dhe flamuri Gjermandje në protestë. S'ka qenë në protestat e filluara. E ta mbaroj edhe pastaj. Dhe në fund fare pastaj është ky presion, këtu mbyllet edhe shumë bukur dhe agjansa e Reuters po ta keni. Që thotë që Shqipëria në këtë rast po vazhdoi me këtë kontinuitet, me këtë vazhdimsi protestash, kjo prodhon krizë politike. Se s'mund të drejtosh smutërisht edhe 3 vjet tjera me këto protesta. Po si e prodhon krizën? Neti lut Basha 2 vjet me protesta, nuk është e prodhon një krizë politike. Kriza politike si prodhohet? Prodhohet sepse këta në perëndime kanë tmerr, pikërisht tmerr, atë aksidentin e vogël që mund të qenë një bumerang të madh. Po të jap një shembull, si është një shembull. Kur u vu në Franca që e pari vend në Evropë që vuri sistemin e patentave me pik, nuk e ka Shqipëria apo jo. Dhe kur vun patentat me pik, që 12 pik, u ndos që bën kundërvajtje humbet pikët, mbas asaj kohe mbaj mend shoferët taksive do shikoni paralelimin. U ngritën në grevë. E thanë, është e pa drejtë sepse neve taksit nga që bëjmë më shumë kilometra, jemi më të ekspozuar të humbasim pik. Kemi aksidente. Që dhe puna të protestave, sa më shumë bëhen, tani, aq më shumë vendi është ekspozuar në një aksident që mund të çojë në një vdekje, në një vrasje dhe pastaj të del komplet jashtë kontrollit si në Iran, të del jashtë kontrollit. Dhe kjo quhet krizë politike. Kjo s'mund ta lejë perëndimin për shumë kohë gjatë. Perëndimi për kupton tani që kjo PD nuk heq dorë nga vazhdimësia e protestave dhe asnjë mendje sot e zgjuar, logjike, e shëndetshme, s'mund ta pranoj që ky vend do vazhdojë deri në 2029 që është mandati aktual. Me çdo 2 javë të kesh lloj shfaqjesh. Është e pamundur logjikisht. Në një moment do ulesh në tavolinë për negociata dhe të shpjegohet zotit Rama që është në interesin tënd që të bëni zgjedhje parakoshme ndahet shapi me sheqeri. Pra, edhe këtë radhë një krizë që do ta zgjidhin ndërkombëtarët, siç ka zgjidhur çdo lloj krizë tjetër në këtë vend. Sepse në Iran, sepse si është në lindjen e mesme, ku duhet shuash, s'kem dakord. Nuk është, mos e bëni Shqipërinë kaq lehtë. Ku do ka Ne po kuptojmë që çdo krizë në këtë vend nuk quhet thjesht në hyrje në negociatash ku do ndodh kjo, nuk është probleme. Parë.
Po, Arbër. Dhe mbi gjitha ka dhe një element. Partia Demokratike ka shumë nevojë për bashkëputhësit ndërkombëtar. Sidomos pak muaj pasi të fillojë dhe procesi i organizimit të zgjedhjeve lokale. Zgjedhjet lokale fillon organizimi në shtator. Dhe kemi një tjetër reformë të rëndësishme, që është reforma territoriale, që është duke u ndërmarrë. Majoranca ka thënë që duhet të mbyllet të paktën deri në korrik. Po. Dhe aty është thënë që duhet jetë me garancinë ndërkombëtare, Komiteti i Rajoneve i Bashkimit Evropian. Pra ka një sër faktorësh që opozita duhet të bëjë zhurmë që të tërheqë vëmendjen e ndërkombëtarëve. Dhe deri këtu nuk ka asnjë gjë të keqe. Ana tjetër e asaj që ne duhet ta themi, është dhe pjesa që mos ndoshta, dhe kjo është një pikë pyetje që unë e ngër si gazetar, mos ndoshta gjithë ky aksion që deri diku ka një qasje radikale nga zoti Berisha, a bëhet për të shmangur një analizë të vërtet brenda strukturave të Partisë Demokratike për humbjen. Kjo pasaj këtu është diskutim që është dhe një muzikë për veshët e kthupit, kam përshtypjen. Absolutisht fare. As nuk e pres ndodhi kjo gjëja. Jemi tek muzika, unë kërkoj mirëkuptimin tuaj, vetëm pak sekonda publicitet dhe i rikthehemi bisedës. Publicitet.